Përshëndetje të gjithëve. Historia që do t'ju tregoj sot është ajo e një gruaje që besoi në dashuri. E humbi gjithçka dhe pastaj u përball me një nga momentet më të tronditëse të jetës së saj. Takimin e papritur me ish-burrin e saj, një miliarder që dikur e la pasgjë. Ajo ishte shtatzën. Punonte në një restorant të vogël për të siguruar bukën e përditshme. Dhe kur nuk do ta kishte menduar se një ditë do ta shërbente pikërisht atij njeriu që ja kishte shkatëruar ëndra. Por fati ndonjëherë ka mënyrat e veta për të kthyer rrotën e jetës. Pjesa 1. Takimi i papritur. Ishte një pasditë e ftohtë tetori, dhe shiu binte me pikla të imëta mbi xhamat e restorantit ku unë punoja. Restoranti Luna Blu ndodhej në zemër të qytetit, i njohur për elegancën, qetësinë dhe klientelën e pasur që frekuentonte çdo mbrëmje. Unë, Elena, punoja aty prej vetëm 2 muajsh, por çdo ditë më dukej një betejë. Jo sepse puna ishte e rëndë, e kisha kaluar edhe më keq, por sepse çdo buzëqeshje që dhuroja duhej të mbulonte një dhimbje të thellë. Në muajin e 5 të shtatzënisë, barku im fillonte të bëhej i dukshëm. Uniforma e kuzhinës tashmë më rinte ngushtë, por nuk kisha luksin ta ndëronim. Kamarieri i vjetër, Paolo, më kishte thënë një herë duke qeshur: "Elena, ndoshta fëmia yt do të lindë me aromë trufe dhe shije verë të kuqe. Vetëm të ketë shëndet", i ktheva me buzëqeshje të lodhur. Askush aty nuk dinte historinë time. Askush nuk e dinte se dikur unë kisha jetuar në një vilë prandetit, me njeriun që besoja se do të ishte dashuria e përjetshme. Leonardo Rizzi, një ndër biznesmenët më të suksesshëm të vendit. Ai ishte bota ime. Derisa një ditë, ajo botë u shem pa paralajmërim. Leonardo më la 3 vjet më parë. Arsyeja zyrtare ishte mos përputhje karakteresh. Arsyeja e vërtet, një tjetër grua, shumë më e re, shumë më e bukur, shumë më e pasur. Unë u largova pa kërkuar asgjë, sepse kisha vetëm një gjë që doja ta ruaja: dinjitetin tim. Por jeta nuk është e mëshirshme me njerëzit e ndershëm. Pas ndarjes, më duhej të filloja gjithçka nga e para. Fillimisht punova si pastruese, pastaj në një hotel të vogël, derisa më në fund gjeta këtë vend pune në Luna Blu. Ishte e vetmja mënyrë për të mbajtur veten dhe beben që rritej brenda meje. Babai i fëmijës. Një histori tjetër e komplikuar që ndoshta një ditë do ta tregoj. Atë pasdite, restoranti kishte një atmosferë ndryshe. Menaxheri, zoti Carlo, na mblodhi të gjithëve dhe tha me ton serioz: "Sonte kemi një klient shumë të rëndësishëm. Dua perfeksion absolut, sjellje, shërbim, çdo detaj." Ai është një nga njerëzit më të fuqishëm në Itali. Asnjë prej nesh nuk e dinte se kush ishte, por përgatitjet nisën me njëherë. Tavolinat u lustruan, kristalet u pastruan me kujdes, dhe aroma e verës amarone u përhap në ajër. Unë, si zakonisht, u caktova në sektorin e majtë të sallës. Ora ishte 20. 10 kur dera u hap dhe zhurma e shiut u përzije me zërat e 2 rojeve që ecnin para tij. Dhe aty zemra më ndaloi për një çast. Në sallë hyri Leonardo. Ishte i njëjti njeri, por ndryshe. Kostum gri elegant, flokët pak më të thinjur, ecje e sigurt dhe ftohtë si gjithmonë. Në krah të tij, një grua bionde, elegante, që më dukej sikur kishte dal nga një reklam parfumi. Ai qeshi me zë të ulët ndërsa menaxheri i uroi mirëseardhjen. Unë u ngriva. Trupi im reagoi përpara mendjes. Zemra më rrihte aq fort, sa më dukej sikur gjithë restoranti mund ta dëgjonte. Jo, nuk mund të jetë ai, përshpërita për vete. Por ishte. Ishte Leonardo Rizzi, ish burri im. Njeriu që dikur më kishte premtuar përjetësi dhe më kishte lënë të shkatëruar. E ulën në tavolinën 7, pikërisht në sektorin tim. Menaxheri më pa dhe tha: "Elena, do ta marrësh ti tavolinën 7. Është klienti i veçantë i mbrëmjes. Bëj kujdes me çdo detaj." U ndjeva sikur më ra qielli mbi kokë. Do ta shërbeja vetë. Ish burrin tim miliarder. Në këtë gjendje, me barkun që mezi e fshihja, me uniformën e lirë që s'fshinte dot as lodhjen e as historinë time, por nuk kisha zgjedhje. Kisha nevojë për punën. Dhe mbi të gjitha, nuk doja t'i jepja askujt kënaqësinë të më shihte të dridhur. Mora frym thellë, eci drejt tavolinës dhe buzëqesha. "Mirëmbrëma, zoti Rizzi, zonji. Mirë se erdhët në Luna Blu." Ai ngriti syt drejt meje. U ndal për disa sekonda. Ishte një shikim i gjatë, i paqartë, sikur diçka në fytyrën time i duke e njohur, por nuk e kuptonte saktësisht. "Faleminderit", tha me zë të qetë. "Nuk e kam vizituar më parë këtë vend. Më thanë se është i mrekullueshëm." Zëri i tij, ai toni butë që dikur më kishte bërë të ndihesha e sigurt,
tani më përvëllonte shpirtin. Do të përpiqemi t'ju bëjmë të ndiheni mirë, I thash me një buzëqeshje të ngrirë. E mora porosim me duar që më dridheshin lehtë. Gruaja bjonde qeshte shpërfillshëm, ndërsa Leonardo her pas here e vështronte me admirim. Në çdo gjest të tij, çdo fjalë, çdo qeshje, unë shihja kujtimet e jetës sonë. Si më përqafonte dikur, si më përgëzonte kur gatuaja darkën e parë si grua e tij. Si më përmente ëndra që do të realizonim bashkë. Tani, unë isha thjesht një shërbyese. Ndërsa solla pjatën e parë, ndjeva sytë e tij që më ndiqnin. Më vështroi pak më gjatë këtë herë. Më falni, tha pa pritur. A jemi njohur më parë? Zëri I tij më goditi si rufe. Nuk besoj zotëri, I thash me kujdes, duke shmangur shikimin. Më duket se kam parë diku këtë fytyrë. Ndoshta më ngatëroni me dik tjetër, I thash. Ai buzëqeshi. Një buzëqeshje që dikur më kishte bërë të dridhem nga dashuria. E tani më mbushte me hidhërim. Por ndërsa nata vazhdonte, ndodhi diçka që nuk e prisja. Në një moment, teksa po mbushja gotën e verës, Leonardo e pa duart e mia. Ishin të njëjta duar që ai dikur I puthte, të njëjta që I mbulonin fytyrën kur qaja për dashurinë tonë. Ai I pa, u ndal dhe vështrimi I tij u zbe. Elena, pëshpëriti me një ton të ulët, po thua I tronditur. U ndjeva si të më ishte ndalur fryma. Më falni, zotëri. Ti Elena. Të gjitha ndjenjat që kisha mbajtur të fshehta për 3 vjet shpërthyen si vulkan. U përpoqa të ruaja qetësinë, por sytë më mbusheshin me lot. Po, I thash më në fund me zë të dridhur. Jam unë, por për ju, zoti Ritsi, jam vetëm kamarierja që ju shërben sonte. Gruaja bjonde ngriti vetullat me habi, duke parë nga njëri tek tjetri. E njihni, Leo. Ajo është, ai u ndal, nuk gjeti fjalë. Menaxheri që e kuptoi tensionin në ajër, u afrua me njëherë. A ka ndonjë problem, zotëri? Jo, tha Leonardo. Asgjë, por sytë e tij nuk u shkputën nga unë. Ai duke I tronditur, I hutuar, sikur çdo kujtim I harruar por I kthehej me forcë. Unë u përpoqa të largohem, por ai më thirri sërish. Elena, prit. Nuk u ndala. E dija që çdo fjalë e tij do të më coptonte më shumë. Në kuzhinë u mbështeta pas murit, duke mbajtur barkun me dorë dhe duke u përpjekur të marr frymë. Një kolege më pa dhe më pyeti. Je mirë? Po, vetëm pak lodhje. Por në të vërtetë ndihesha sikur gjithë bota po rrëzohej përsëri mbi mua. Ai njeri që dikur më kishte lënë pa asnjë arsye, tani po më shikonte sërish. Ndërsa unë baja brenda meje një jetë të re, një sekret që mund të ndryshonte gjithçka, sepse Leonardo nuk e dinte që fëmia që prisja ishte I tij. Nata pas asaj darke ishte e gjatë. Më e gjatë se çdo natë tjetër në jetën time. Nuk fjeta. Isha ulur në shtrat, me duart mbi barkun që lëvizte lehtë, si për të më kujtuar se brenda meje rritej një jetë që meritonte qetësi. Por si mund të isha e qetë kur njeriu që më kishte lënë dikur, tani ishte sërish përballë meje, I njëjti, por edhe aq ndryshe. E dija që Leonardo nuk do ta linte me aq. E njihja. Ai ishte tip që, kur kishte diçka në mendje, nuk pushonte derisa ta zbulonte. Dhe unë, sado që përpiqesha të mbrohesha nga e kaluara, ndjeja se ajo po afrohej me hapa të mëdhenj. Të nesërmen në mëngjes, menaxheri më thiri në zyrë. Elena, tha me ton të qetë, klienti I mbrëmshëm la një mesazh për ty. E ndjeva trupin të më ngri. Për mua. Ai zgjati një zarf të bardhë. Brenda kishte një letër me shkrimin që e njihja me njëherë. Shkrimi I Leonardos. Lexova. Të lutem, më tako. Sot në mbrëmje, ora 7, te kafeja Villa Mare. Duhet të flasim. Le. Zëri I tij më jehonte në mendje. Duhet të flasim. Jo, nuk duhej. Kishim folur mjaft 3 vjet më parë. Kur ai më la në mes të shiut, me një valixhe në dorë dhe asnjë shpjegim. Por, pavarësisht zemrës sime që thoshte mos shko, një pjesë e brendshme më shtynte drejt tij. Ndoshta duhej ta përballoja një herë e mirë. Ndoshta fati kërkonte të mbyllte rrethin që s'kishte mbaruar kurrë. Kafeja Villa Mare ishte një vend elegant me pamje nga porti. Më kujtoi netët e dikurshme kur shkonim bashk, të kapur për dore, duke ndërruar për një të ardhme që s'ndodhi kurrë. Hyra me hapa të ngadalë. Ai ishte aty, ulur pranë dritares, me një filxhan kafe përpara dhe me atë vështrimin e tij të ngulur që e njihja aq mirë. Kur më pa, u ngrit menjëherë. Faleminderit që erdhe, tha me zë të ulët. Nuk erdha për ty, I thash. Erdha për të mbyllur çdo gjë që ka mbetur pa mbyllur. U ulëm. Midis nesh kishte një heshtje që peshonte më shumë se çdo fjalë.
Nuk mund të besoja që ishe ti, tha më në fund. Kur të pash mbrëm, më dukej sikur koha u ndal. E po, jeta është e çuditshme, i ktheva ftohtë. Një ditë je gruaja e dikujt, ditën tjetër i shërben në tavolinë. Ai uli syt si për të fshehur fajin. Nuk kam kaluar asnjë ditë pa menduar për ty, tha me zë të dridhur. Por më duhej të largohesha. Qesha hidhur. Të duhej të largoheshe. Apo të duhej një grua e re, më e përshtatshme për jetën tënde të ardhur. Ai ngriti syt, më pa drejt. Jo, Elena. Nuk ishte ashtu siç duket. Mos më thuaj tani që më le për të më mbrojtur, e ndërpreva. Ke kam dëgjuar shumë hera të histori. Ai heshti për disa sekonda. Pastaj tha. U detyrova të lë. Kishin nisur hetime ndaj kompanisë sime. Dikush donte të më shkatëronte dhe më kërcënuan me ty. E pash me mosbesim. Po ç'lidhje kisha unë me bizneset e tua? Ishin të gatshëm të dëmtonin, të përdornin çdo mënyrë për të më goditur. Prandaj u largova për të mbrojtur. Nuk dija nëse duhej ta besoja apo jo. Një pjesë e imja donte të bërtiste gënjeshtar, por një pjesë tjetër ndjente se në zërin e tij kishte një ndershmëri të humbur. Edhe nëse kjo është e vërtet, i thash, mënyra si e bëre si më le pas një fjalë. Pas një shpjegim më shkatëroi. Ai u uli kokën. E di. Dhe çdo ditë më ka ndjekur ajo fajsi. Kur të pash mbrëm, ishte sikur dikush ma vuri pasqyrën përballë. Në atë moment, një lëvizje në bark më bëri të dridhem. Ai e vuri re. Je 7 zën. Pyeti me habi. Unë mora frym thellë. Po. Ai heshti për disa sekonda, pastaj tha me zë që mezi dëgjohej. Është fëmia im. Zëri i tij më preku thellë. Syt më mbushën me lot, por i përmbajta. Nuk ka rëndësi, i thash. Nuk dua që të ketë lidhje me ty. Elena, të lutem më thuaj të vërtetën. Unë ngrita. E vërteta nuk ka më rëndësi, Leonardo. Ti e pate mundësin të isha aty për mua kur kisha nevojë. Tani është tepër vonë, por ai më kapi lehtë për krahu. Mos më largo sërish. Nëse është fëmia im, dua ta di. Dua të jem pjesë e jetës së tij. Syt më mbusheshin me dhimbje. Dhe çfarë do bësh, Leonardo? Do e marrësh me vete në jetën tënde me makina luksoze dhe darka të shtrenjta. Fëmia im nuk ka nevojë për luks. Ka nevojë për dashuri. Ai heshti. Nuk kishte fjalë. Pastaj tha. Nuk e di nëse mund të ta kthej të kaluarën, por dua të përpiqem të rregulloj të ardhmen. Nuk dija si të përgjigjesha. Në një anë ishte urrejtja që kisha ndërtuar për ta mbrojtur veten. Në anën tjetër, ndjenja që kur s'kishte vdekur plotësisht. Ai zgjati dorën me zë të ulët. Të lutem, më jep një mundësi. Pasi heshta për disa sekonda që më dukën orë, i thash. Nëse do vërtet të bësh diçka, më ler të qetë. Ler fëmijën tim të lind pa peshën e së kaluarës son. U largova pa u kthyer më. Jashtë shiu binte sërish, ashtu si atë herë kur më la. Por këtë herë diçka ishte ndryshe. Nuk isha më ajo grua e brish që qante për dashurinë e humbur. Tani isha një nën. Dhe për herë të parë ndjeva se kisha një forcë që as Leonardo, as askush tjetër nuk mund ta më rrëzonte. Kan kaluar 3 javë që nga ai takim me Leonardon. Por zëri i tij, shikimi i atyre syve gri që më kishin ndjekur dikur me dashuri e tani me pendes, më ndiqnin ende në çdo hap. U përpoqa ta mbyll në kujtesë, ta fshisi një faqe të vjetër libri. Por disa kujtime janë si njollat e verës së kuqe mbi pëlhur të bardhë. Zhduken kurrë, vetëm zbehen. Restoranti Luna Blu kishte hyrë në rutinën e zakonshme. Mëngjeset me aromë kafeje. Pasditet me zhurmën e gotave dhe mbrëmjet ku duhej të shfaqeshe gjithmonë me buzëqeshje. Barku tashmë më ishte rritur, dhe çdo ditë që kalonte, fëmia brenda meje më jepte forcë. Ishte si një kujtesë e gjallë se, pavarësisht gjithçkaje, jeta vazhdon. Një të premte, ndërsa po përgatitesha të mbyllja turnin, menaxheri u shfaq përsëri me atë shprehjen e zakonshme serioze. Elena, ke një vizitor. Vizitor. Këtu. Për mua. Ai pohoi me kokë. Po, ndodhet jashtë. Thot se do të flas vetëm për pak minuta. Kur dola jashtë, zemra më ngurtësua. Ishte ai. Leonardo, i veshur thjesht, pa kostumet e shtrenjta e paroje që e shoqëronin gjithmonë. Mbante në dorë një çadër dhe sytë e tij ishin më të butë, më njerëzor se kurrë. Elena, të lutem, më dëgjo vetëm 5 minuta, tha me zë të qetë. Çfarë kërkon tani? Ja ktheva me një ton që më dridhej. Të fal për gjithçka. Jo, nuk vi për falje. Vi për të ndihmuar. U përqesha me dyshim.
Nuk më duhet ndihma jote, Leonardo. Kam mësuar të mbijetoj vetë. E di. Dhe pikërisht për këtë të admiroj. Por më lejo të them një gjë. Kam bërë analizë adnje. Kam gjetur mjekun tënd rastësisht, më fal. Por nuk mund të rija pa ditur. E pash me sytë e zgurdulluar. Çfarë ke bërë? Kam pyetur mjekun që të ndihmon në klinikë. Ai më konfirmoi se e 5 muajshe dhe se periudha përkon saktësisht me ditët e fundit që kemi qenë bashkë. Zëri i tij u dridh. Fëmia është im apo jo? Mu mbushën sytë me lot. Një pjesë e imja donte të gënjente, të thoshte jo, vetëm për ta mbajtur larg. Por fytyra e tij, pendesa e sinqertë, më shpartalloi mbrojtjen. Po, përshpërita. Është i yti. Ai mori frym thellë, si njeri që më në fund merr oksigjen pas një kohe të gjatë nën ujë. Faleminderit që ma the, tha me zë të butë. Nuk e meritova këtë të vërtet, por e vlerësoj. Mos e bëj të duket sikur më bën një nder, i thash. Se kam bërë për ty. E kam bërë për të. Ai meriton ta di kush është babai i tij, edhe nëse ti mungon. Ai uli kokën. Nuk dua të mungoj më. Dua të jem aty në çdo hap të jetës së tij dhe nëse më lejon edhe në jetën tënde. Fjalët e tij më goditën si një dallg që përplaset mbi rër të thatë. Jo, Leonardo, është vonë për ne. Midis nesh ka ndodhur shumë, tepër shumë. Por dashuria nuk mbaron, Elena. Dashuria vdes kur e vret tradhtia, i tha shpreh. Ai heshti për një qast, pastaj zgjati një dosje të hollë. E di që nuk e dashur kur ndihmë, por kjo është për fëmijën. Kam hapur një llogari për të, një fond për shëndetin dhe arsimin e tij. Nuk dua ta shoh si borxh apo mëshirë. Dua ta shoh si përgjegjësi. E mora dosjen në dorë. Ishte mbushur me dokumente bankare, sigurime, garanci. Nuk të kërkova asgjë, i thash me sytë e përlotur. E di, por dua ta bëj sepse dua të jem baba, jo për titullin, por për dashurinë. Në atë moment, ndjeva se zemra ime po qahej në dysh. Kishte pjesa që ende urrente për atë që më kishte bërë, dhe pjesa tjetër që ende e donte, pavarësisht gjithçkaje. Leonardo, nuk mund të hysh sërish në jetën time si të mos ketë ndodhur asgjë. Nuk po kërkoj të më falësh me njëherë. Vetëm më lejo të jem aty. Ai ndaloi për pak, pastaj shtoi. E di që nuk më beson më, por kam ndryshuar. Gruaja që pash atë natë në restorant, me barkun që mbante një jetë të re. Më kujtoi kush isha dikur. Dhe kush duhet të isha për ty. Nuk dija ç'ti thosha. Heshta. E lash të fliste. Po më jep një mundësi, vazhdoi ai. Nuk do të zhgënjej më. E pash drejt në sy. Ndoshta mund të jesh pjesë e jetës së fëmijës, por në jetën time ende jo. Duhet kohë. Ai buzëqeshi lehtë me lot në sy. Edhe kjo është më shumë se ç'mund të shpresoja. Ditët që pasuan u mbushën me një ndjenjë të çuditshme. Leonardo nuk më shqetësoi më, por her pas here më dërgonte mesazhe të shkurtra. Si e sot, ka lëvizur foshnja. Mos haro të pushosh. Në fillim s'më pëlqente. Më dukej sikur po përpiqej të blinte praninë e tij me kujdesje. Por më pas e kuptova që ndoshta po përpiqej vërtet të ndryshonte. Një mbrëmje ndërsa po mbyllja restorantin, ndodhi diçka që se prisja. U përkul për të marrë një kuti, por ndjeva një dhimbje të fortë në bark. Mu erë syri për një moment. Kolegja ime, Sofia, më pa të zbet. Elena, je mirë. Po mendoj se duhet të shkoj në spital. Në atë moment, gjëja e fundit që doja ishte të isha vetëm. Dhe, pa e menduar 2 herë, mora telefonin dhe thira Leonardon. Leonardo, zëri i mu dridh. Më duhet ndihmë. Ai erdhi në më pak se 10 minuta. Ishte hera e parë pas shumë vitesh që ndihesha e sigurt në krahët e tij. Më mbajti për dorë gjatë gjithë rrugës për në spital, pa folur, vetëm duke më shtrënguar dorën her pas here, sikur të më thoshte pa fjalë. Jam këtu. Pas disa orësh, mjekët më siguruan se gjithçka ishte në rregull, por duhet të pushoja. Leonardo nuk u largua asnjë çast. Kur u zgjova në mëngjes, ai ishte ende aty, i ulur pranë shtratit, me sytë e lodhur, por të butë. Ti nuk ndryshon kurrë, përshpërita. Ai buzëqeshi me mall. Të dua, Elena. Dhe këtë herë nuk do të lë më vetëm. Unë e shikova gjatë, pa fjalë. Ndoshta për herë të parë pas shumë kohësh, fillova të besoj se ndoshta dashuria mund të rilind edhe mbi rënojat e së kaluarës. Një jetë e relind. Disa muaj kaluan me ritmin e ngadaltë të shtatzënisë. Leonardo kishte gjetur mënyrën e tij për të qenë pranë meje, gjithmonë duke respektuar hapësirën time.
gjithmonë duke treguar se ishte i përkushtuar të mos përsërite gabimet e së kaluarës. Ai nuk ishte më burri i pamëshirshëm që më kishte lënë dikur. Ishte një njeri që po përpiqej të bëhej baba dhe partner i mundshëm, nëse leja të afrohej. E dija që fëmia im ishte lidhja më e fortë midis nesh. Barku që rritej çdo ditë më tregonte se jeta vazhdon. Dhe dashuria e një prindi është një forcë që nuk mund ta ndalë as koha, as gabimet e së kaluarës. Ditët para lindjes. Ndërsa data e lindjes afronte, unë ndjeja emocionin dhe frikën njëkohësisht. Çdo lëvizje e vogël e bebes më kujtonte se përgjegjësia ime ishte e madhe. Leonardo nga ana e tij ishte gjithmonë aty. Nuk ndërhynte në vendimet e mia, por çdo herë që më shihte të lodhur apo të shqetësuar, ai ofronte një dorë, një buzëqeshje, një fjalë të butë. Një mbrëmje, ndërsa ishim ulur në dhomën time të ndenjes, ai më mbajti dorën. Elena, dua të jem aty për çdo moment të jetës së tyre. Premtoj se nuk do të mungoj. Leonardo, nuk dua premtime boshe. I thash, duke ndjerë se sytë më dridhen nga lotët që nuk mund t'i ndaloja. Duhet të jesh i durueshëm. Unë nuk mund të harroj atë që ndodhi dikur. E di, tha ai, por dua të filloj nga e ardhmja, jo nga e kaluara. Fjala e ardhmja më ngrohu shpirtin, edhe nëse ishte ende e pasigurt. Lindja. Natën e lindjes, dhoma e spitalit ishte e qetë. Përveç zhurmës së monitorëve dhe frymëmarrjes sime të vështirë, Leonardo qëndronte pranë meje, duke më mbajtur dorën dhe duke më përshpëritur fjalë ngushëlluese. Ti je jashtëzakonshme, Elena. Çdo gjë do të shkojë mirë. Kur doktorët sollën foshnjën, një vajzë e vogël me lëkurë të butë dhe duar të imëta, unë ndjeva një valë emocionuese që më mbushi shpirtin. Lotët e lumturisë rrëshitën pa pushim. Leonardo, i prekur thellë, e mori foshnjën në krahët e tij për herë të parë. Është mrekullueshme, përshpëriti. Ajo është imja dhe është e jotja. Unë e shikova ndërsa ai e mbante dhe ndjeva diçka që nuk kisha ndjer kurrë. Paqe. Një pjesë së kaluarës ishte zhdukur dhe një kapitull i ri ishte hapur. Fillimi i një jete të re. Ditët pas lindjes ishin sfiduese, por gjithmonë të mbushura me dashuri dhe kujdes. Leonardo më ndihmonte në çdo gjë, por gjithmonë me respekt. Ai nuk përpiqej të merrte vendime për mua, por ishim një ekip, duke u përpjekur të rritnim vajzën tonë së bashku. Një mbrëmje, ndërsa vajza po flinte në krevatin e saj të vogël, unë dhe Leonardo ulëm në divan, duke ndjer heshtjen e shtëpisë dhe ndoshta fillimin e një paqeje që s'kisha menduar se do ta gjeja përsëri. Mendon se mund të funksionoj kjo? Pyeta me zë të qetë. Po, tha ai duke më mbajtur dorën. Nuk ka më fshehje, nuk ka më dhimbje. Vetëm ne dhe ajo. Një fillim i ri. Unë buzëqesha, duke ndjerë se gjithçka që kishte ndodhur më kishte sjell këtu. Te ky moment, te kjo familje e vogël, por e përjetshme. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeva se dashuria mund të rilinte mbi rrënojat e së kaluarës. Në këtë mënyrë, historia e gruas që punonte në restoran dhe e burrit miliarder që nuk e dinte për ekzistencën e fëmijës së tij merr një kthes të papritur. Dhimbja, pendesa dhe dashuria bashkohen për të krijuar një familje të re.